Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa men wala. Allahun e lavdrojmë, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij kërkojmë ndihmë e falje. Atë që uzon Allahu s'ka kush që humb, ndërsa atë që Allahu lën humbje s'ka kush që uzon. Dëshmoj se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Sot, me lejen e Allahut, do të flasim për tregimin e pranimit të Islamit të një burri të madh, një sahabiu të madh, që është Salman el-Farisiu radhiyallahu anhu. Do t'i nxjerrim pastaj edhe disa mësime, padyshim që në këtë tregim, këtë histori ka mësime të shumta, mirëpo do të mundohemi vetëm disa më kryesore, për shkak se mësimet e këtij tregimi janë me të vërtet shumë të mëdha, e nëse flasim për gjitha mësimet e tij, do të mbesim me orë të tëra këtu. Po fillojmë me tregu historinë e Salman el-Farisiut ashtu si e ka tregu ai vet. Ai thot, kam qenë prej Asfahanit. Nga Asfahani, një vend që është në Iranin e sotëm, ose atëherë ka qenë e njohur si Persi, që ata Salman el-Farisiu, shqip Farisi bjen persian. Thot, unë kam jetu aty në Asfahan në një fshat që quhej, ose në një vend që quhej Gjej. Thot, babai im ka qenë, si me thonë, kryeplaku i atij vendit. Edhe këta e kanë adhuru zjarrin, kanë qenë zjarrputist, adhurus zjarrit, si që dim gjithë. Thot, unë kam qenë njeriu më i dashur te baba jam. Baba i Salmanit e ka dashur Salmanin tepër shumë. Për shkak dashurisë të madhe të tij, e ka nal, nuk e ka lënë me shku dikun larg. E ka në farë si me burgos, e ka nal për shkak dashurisë, mos po i ndodh diçka, mos po largohet, mos edhe e ka rujt vazhdimisht. Thot, feja jon, thot, e ka në qendër të adhurimit zjarrin, edhe vazhdimisht mundohemi, vazhdimisht i rrin gati zjarri që mos më shu asnjëherë. Edhe ky thot, mu më kam caktu që me rujt zjarrin, kur mos me ushujt, në asnjë çast. Për shkak se ata mendojnë se nëse shuhet zjarri në çfarë mënyre, e shohin si një shenjë shumë të keqe për fenë e tyne, e adhurojnë zjarrin, edhe i rrin gati që mos me ushujt asnjëherë. Thot, një ditë, thot, baba jeme ka pas një pronë të madhe, edhe thot, u kanë shumë i zënt me një punë, edhe më ka thonë, shka për një punë caktuar, thot, ma ka thonë një punë me shku ma larg edhe me akryt një punë për shkak se u kanë të ndërtu diçka në pronë. Edhe thot, unë shkova, duke shku rrugës, e pash një kish, i pash njerëzit të falë e të lexu, hyna, e kur i pash ashtu, thot, duke adhuru Zotin, më pëlqeu shumë ajo mënyra e tyne që shpo e adhurojnë Zotin. Edhe thot, meta aty derisa e perëndoi dielli. Ka mbet, do më thonë, me orë, edhe nuk është kthy. Baba i tij ka thënë disa njerëz me kërku këta. Nuk e kanë gjetë, mirë, po ky është kthy. Kur është kthy, ka thonë baba i vet, ku ke? Thot, tu shku, a i kryve punën për cilën thash? Thot, jo, se meta duke shku e pash një kish, i pash disa njerëz duke u lutë, më pëlqej shumë. Ajo mënyra e tyne, feja e tyne, edhe thot për që ata hyna aty, edhe në meta aty derisa perëndoi dielli. Ai thot, feja e jone, baballarëve tonë është shumë më e mirë se feja e tyne. Ky thot, jo vallahi, feja e tyne është shumë më e mirë. Kur i thot kështu, ai brengoset tepër, edhe atëherë vendos me prangos një mënyre. Kanë gjetë prangat në kam, që mos me mujt me ik kërka. Salmani i çon një mënyre fjalë atyre të krishterëve,
përmes nej kujt me siguri, edhe i thot nëse, po, kur shkon atje në Kish, i pyet ata ku është origjina e fesë juaj. Thot është në Sham. Edhe ky i çon fjalë që kur të shkon dikush për Sham, kur vjen faktikisht dikush ndonjë karvan prej Shamit, tregoni. Ka ardhur një karvan, i kanë tregu, i kanë thënë fjalë që ka ardhur karvani. Thot, tregomni kur vendosin mu kthy me shku atje. Edhe i tregojnë. Ky kur i tregojnë, i heq pranga dyqysh edhe edhe shkon me ta. Kur shkon atje, thot, cili është njeri ma i rëndësishëm të ju në fenë e juve. I thojnë është filan Peshkopi. Shkon të aj, kryesori, edhe thot, unë kum ardhë, e kum lanë vendin tem, e kum pa që feja juve, më ka pëlqy feja juve, edhe du me adhuru Zotin me juve, du me të shërby, edhe me adhuru Zotin me ju të këto, a muj. Thot, po, mirë se ke ardhë, edhe aj e merë si loj ndimësit vetin. Mirë po thot, kur shkova atje, e pash që ky Peshkopi nuk ishte qenë burri mirë. Thot, i urdhërojke njerëzit, i këshillojke me dhanë lëmosh për të varfrit, mirë po, kur e merke, veçerujke për veti edhe më shefke dikun. E ka marë arin argjendin edhe e ka fsheh një vend. Nuk ja ka dhanë të varfërve. Thot, dikur, erdh koha, i erdh vdekja këti, vdiq ky Peshkopi që ka qenë i keq. Thot, kur vdiq ky, ata fillun mu ba gati me varros, e kështu me radh me ceremonit më dha me siguri, edhe thot, unë i thash, ky njeri nuk ka qenë njeri mirë. Edhe ata i kanë thonë, qysh po e thu këtë fjalë, çfarë argumenti ki ti për këtë. Thot, ky ju ka urdhnu juve me dhanë pasuri për dvarfrit, me dhanë lëmosh, mirë po, ky nuk ja ka shpërnda dvarfërve, po e ka mshef për vete, e ka rujt. Thot, ku e ki argumentin që ky Peshkop e ka bo këtë punë. Thot, shkonin filan vendin, se ky e ka zbulu, e ka pa ku po e mshef, thot, edhe aty e gjeni. Kur kanë shku, e kanë pas që i ka pas 7 enë të mëdha të mbushuna me are argjend, edhe kur e kanë marrë vesh që ai me të vërtet ka qenë njeri i keq, kanë vendos që mos me varros. E kanë kryqëzu edhe e kanë gjujt me gur. Thot, pas kësaj erdh një Peshkop tjetër, një prift ose krye prift, se nuk e di sigur çush janë ato në krishterizëm, në hadith përdoret eskuf, që i bjen Peshkop në Shqip. Edhe thot, erdh mirë po, thot, s'kum pa njeri ma të mirë, pas atyne që falen 5 kohë, thot, do më thonë prej njerëzve ma të mirë që i ka pa në të kohë, thot, vazhdimisht e ka adhuru Allah, e ka lut, i ka ndihmu njerëzve, do më thonë ka qenë me të vërtet njeri i mirë, edhe ky ka qenë në islam të vërtet, në islamin natyrshmërit islamit, sepse gjithë e dim që islami nuk është vetëm islami me cilin, ose shpallja me cilin ka ardhur pejgamberi jon i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po islam ka qenë feja gjithë pejgamberve. Ky ka qenë fe drejt, edhe thot e kum dasht ma shumë se sa çdo person tjetër. Atë hoxhën, atë faktikisht atë Peshkopin që mundemi me thonë edhe hoxh lirisht se është problem, se dietar i krishterizmit pastër. Do thonë, thot mirë po, dikur i erdh koha me vdek këti. I thash, çka po më këshillon, te kush po më këshillon me shku pas teje, të kum dasht ma shumë se sa çdo kon tjetër. I thot, nuk njën njeri tjetër që është kështu në fe drejt, pos meje, përveç se një person që është një prift ose një Peshkop që është në Mosul, Mosul që i thojmë na. Është thot atje, këshilloj me shku atje, do më thonë prej Shamit me shku në Irak. Edhe ky vendos shkon atje.
Mirë po pas një kohë, si duket, gjithë ata kanë qenë vjetër, se zakonisht edhe sot e kësaj ditet, krishterët zakonisht I caktojnë ata që janë me pozitat nota, njerëzit që janë mosh, kogja. Edhe thot, I erdhë koha me vdek ati. Thot, I thash, çka po më këshillon, ku po më këshillon me shku, pas teje. Thot, të këshilloj me shku një vend që quhet Nusaybin. Një vend është dikun në Turqi, në provincën e Mardinit, tash, dhe më thonë ky vend, thot këshilloj atje me shku. Ka shku prej Musilit në atë vend, edhe I ka shërby edhe ati. Pas një kohë edhe këti ka ardhur vdekja. Thot edhe këta e pyet, çka më këshillon, ku më këshillon me shku. Thot këshilloj me shku në Amurije. Edhe ky një vend aty dikun në Turqi është, edhe ka shku atje, edhe I ka shërby ati personi, mirë po, dikur I ka ardhur vdekja edhe këti. Gjithë I kanë thonë, gjithherë nuk njoh njeri tjetër që është në fe drejt, përveç një person këtë vend. Do të thonë ai prej Shamit I ka thonë vetëm njeri e një që është në Islam të vërtet, në fe drejt, atje në Mosul. Tjetri ka thonë Nasibin, në Turqi. Ky thot shkon në Amurije, pastaj thot I erdhi vdekja edhe këtij. I thash, çka po më këshillon, ku po më këshillon me shku, pas teje. Thot vallahi, unë nuk njoh njeri në fytyrë tokës që është në fenë e drejtë, në cilën jemi na. Mirë po, ka ardhur koha e një profeti, ka ardhur koha e një pejgamberi që ka me dal në vendin e Arabëve. Edhe ja shpjegon, I tregon, ai thot, ka me dal një vend që është bejnë harratejn, është si me thonë mes dy kodrave që janë me gurd vulkanik, me gurdzi, që është edhe ka me qenë një vend me hurma, me plot hurma, që është Medina. Ka me migru, ka me mërgu deri atje, do të thonë, në atë vend. Thot edhe ky pejgamber I ka 3 cilësi. Do të thonë, ka ardhur koha që me dal ky pejgamber, ka me dal një vend, ja ka përshkru vendin, edhe thot I ka 3 cilësi. Që përmendën, më thonë, edhe të profetë e mëhershëm që I kam përmend. Thot, e merr dhuratën, e pranon, mirë po nuk e pranon lëmoshën. Nuk e han lëmoshën, nuk e pranon. Edhe e ka shenjen e pejgamberisë, e profecisë mes shpatullave, mbrapa, do më thonë. Thot, në qoftë se mundesh me shku në këtë vend, shko. Edhe thot, atëherë unë nisa vendosa me shku atje. Thot, erdhën disa tregtar të fisit kelb, një fis I Arabëve. Edhe thot, I thash atyne, apo merrni mu, ja u dha këto bakti që I kam, lape dele, ja u jap juve, vetëm merrni deri në çoni deri te veni juve, do të thonë ka dash me shku në Medinë. Thot, mirë po, kur mbritëm në një vend afër Medinës është Wadi al-Qura, thot, ata më tradhtun, mi morën ato, mirë po, më shitën si rob, si sklav. Kanë thonë, ky është sklavi joni, thot, më shitën të një hebrej, të një jahudi. Edhe pastaj thot, natyrisht atëhere nuk ka pas çka me bë, se na shta na çuditmi në ditë sotit kur I menojmë këto gjana, mirë po nuk ka pas çka me bë. Ata kanë thonë po rren, ky është sklavi jon, se ka pas edhe sklever ndoshta që edhe kanë rrejt, mirë po si au kanë një aty në shumë edhe mos me rrejt, ka thonë, ma shitën e kanë ble, së është problem. Kryesorja e ka ble ky hebreu, thot kur e pash vend I hurmav, thot menova që qaj është qaj vend. Mirë po pas një kohë, thot më shitën të një hebrej tjetër. Bile një hadith është që thot
10 pronari kum pas. Do të thonë, pronar mas pronari, sklavë pronar, e kanë ble këto. Thot mas një kohë e bleti e ka ble këta, do të thonë një kusheri ti pe Jethribit, Medinës. Thot tamam shkova aty e pash që vendi është tamam çush e ka përshkruaj edhe e dita sigur që është ai vendi edhe thot u gëzova shumë. Mirë po, thot mas një kohë, unë thot kanë shku, do të thonë, disa vjetë, ka shku një kohë dhe ky s'ka nip kur gjë për që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është shfaq në Mekke. Thot edhe kur një ditë isha në palmë nalt, duke i rregullu palmat, thot po vjen kusherini i atij pronarit tem, hebrej. Thot Allahu i mallkoft ta Benu Qajle, që kanë qenë Aust edhe Khazraj, ashtu i kanë qujt, Allahu i mallkoft, thot ata, ka ardhur një njeri në Medinë, në Kuba, thot po pretendojnë që është profet. Kur thot, kur e kum ni Selmani radhiyallahu anhu këtë fjalë, thot kum fillu mu dridh tepër fort, edhe sa që kum menu që po bi prej palmës. Thot me njerë kum zbrit poshtë, edhe i kum thonë çka the, thot ai pronari jem është nervozu, edhe më ka godit fort me grusht, thot edhe më ka thonë çka po të intereson ty, ec këshire punën tane, kryj punët e tu atje. Thot jo veç pyeta, dashta mu siguru, dashta me ditë çka tha. Nejse, thot u bë mbrëmja, edhe natën e ka kry punën që e ka pas për me punu për ata, thot e mora do ushqim edhe shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ata ushqim. Tha e gjeta me shokët e vet, i thash jeni ardhur prej rrugës, jeni lodh, kështu që dashta e kam që ta ushqim lëmosh, dashta me ja dhon juve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha aty në hani edhe vet nuk e preku. Thot thash kjo e para, shenja e para. Do të thonë nuk po e han lëmoshën. Nuk po e pranon lëmoshën. Thot shkova herën tjetër edhe i qova ushqim edhe thash kjo është dhurat, hedije. Thot e mur pejgamberi sallallahu hangër vetë edhe shokët e tij, thash kjo është shenja e dytë. Edhe thot pastaj shkova një ditë te ajo varrezat el-Beqia që janë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u shku i ka varros disa shokët vet ose dikon prej shokëve të vet, edhe thot unë u sillsha sonja në nan, sa tjetra nan, të munu me këshyr e ka shejen, ku e ka shejen. Thot dikur e vrejti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që po sillna edhe kuptoj pse po sillna. Thot në atë moment e hoqi, domethënë atë pjesën, atë petkun që ka pas në shpinë, thot edhe kur e pash atë shenjen e pejgamberisë, ju gjuva fort, përqafova fort pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe fillova me puthe me qajt shumë. Edhe në atë moment do më thonë tamam është bind që kjo është pejgamberi Allahut, e ka pranu islamin, elhamdulillah. Pastaj natyrisht Selmani është bë musliman, mirë po ka mbet rob, ka mbet sklav të një hebrej. Ai hebreu faktikisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, o Selman, ka thonë, kërko prej pronarit ton, kërko me të liru, me të shit një mënyre. Na po të ndihmojmë edhe për me u liruti. Ai i thot, du 300 palma, fidanat palma, besoj fidan i thojnë edhe azojt palmës, mi miell, edhe 40 uqije arë. Uqije është një lloj njësie, matëse, vetëse koxha shumë arë, dukat ka lyp, nuk e dit ashtë sa i bjen, mirë bon një njësi matëse, do më thonë ka qenë, edhe
ky tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thret i bën thirrje sahabëve që me i nimue Selmanit që me u lirue. Thot se cili dikush thot vendosi me mi dhonë për shembull 20 fidana, dikush 15, dikush 30, edhe u bën 300. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha bëni ti hazdër ato gropat vendin për me mbjell këta fidana. Thot shkova me disa sahabë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i bënëm hazdër. Pastaj thot erdhi vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 300 copa, thot i mjelli një nga një vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe asnjë nuk është tha, gjitha palmat tamam janë rritë se nuk është pothuajse e pamundur që me u bë ajo, mirë po bereqeti që ja ka dhënë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe janë gjitha kanë qelë, do më thonë, edhe janë bërë të mëdha palmat. Mirë, thot, pastaj edhe një ditë një prej beteja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë orë, dukat do më thonë prej armizve, edhe ja ka dhonë Selmanit, e kanë matë, ka qenë tamam aqë sa është dashtë, edhe është liru, elhamdulillah, është liru Selmani prej sklavrisë. Pastaj thot për shkak të sklavrisë nuk u mujt me marr pjesë as në Bedër as në Uhud. Mirë po pas kësaj ka marr pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Hendek, luftën e Hendekut, edhe ma asnjë betejë mas saj nuk më ka ik. Mirë, këtë tregim madhështor të Selmanit radiallahu anhu ka me të vërtet mësime tepër të mëdha. Mësimi kryesor ndoshta është që kushdo që e kërkon të vërtetën sinqerisht ka me gjetë, Allahu ka me udhëzu. Padyshim që kushdo që e kërkon ka me udhëzu. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që dhojnë mund për hir temin, thot Allah, ne do t'i udhëzojmë rrugën tonë, rrugën e Allahut. Allah nuk ja humb mundin askujt. Mirë po, me të vërtet, ky tregim është tepër i çuditshëm kur të e sheh ato sakrificat që i ka bë një pas një Selmani radhiyallahu anhu, janë të paparamendueshme në ditë sotit. Me lanë familjen, baba e ka dashur më shumë se çdo kënd tjetër Selmani. Me lanë familjen, mu largue, me lanë atë dheun, venin e vetë, me lanë pasunin, se ka qenë person që ka pas pasuni, ka qenë kryesori baba i vetë, do më thonë në atë vend. Me lanë çdo gjë të venit vetë, me shku të disa njerëz të huj. Edhe me gjithë ato sakrifica, pa kur farë pasunie, është nisë, është largu, edhe nuk i ka shku mendja atë kthena, se jo mërzitët baba, jo ai, jo kë, ka sakrifiku çdo gjë që ka pas, s'ka pas kur gjë tjetër që ka me të pa sakrifiku. Ka sakrifiku gjithçka vetëm për me gjetë të vërtetën edhe me ndjek të vërtetën. Në momentin që e ka pasur krishterizmi, ata që kanë qenë aty, ju kanë dokë tamam në rrugë drejt, e ka krahasu me fenë vetë, adhurimin e zjarrit, e ka pasur ajo fe s'ka kur far kuptimi, edhe e ka ndjek, ka vendos çdo gjë me bë në këtë rrugë, domethënë. Edhe ka sakrifiku ka shumë, e kjo na jep me kuptu që për me fitu xhenetin nuk është lehtë. Na e dim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa huffatil jannatu bil makari." Xheneti është rrethëku me gjona që si don shpirti, me gjona të rryme.
Xhehenemi po, me gjona që ja don shpirti njerëzve, epshi, çdo send, që aty Zoti na rujt, xhehenemi është i rrethikum me to, mirë po, xheneti është i rrethikum me gjona të vështira. Përse ata duhet me kuptu se dikush e merr fen, po e pranoj fen në qoftë se më rregullohen problemet. Nuk ka aty me kusht, nëse do në xhenet, krejt mirat mi pas këtë dunja, e me hinë xhehenem, ajo s'ja vlen kur, bile vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu, thot, Allah ka me marrë në ditën e gjykimit një person, i cili ka pas gjithat mirat, po dihet pos fes, pos islamit, pos imanit, këtë dunja mirë po është pej xhehenem live. Edhe ne ka me shti, ka me zhyt njerë, veç një qast, edhe ka me nxirr prej xhehenemit, edhe pse ai ka me hi pastaj për gjithmonë, mirë po, veç me pyet, thot, e pyet Allahu, o robi jem, a ke ndi najhere, a ke po najher në do një të mirë, në do një begati, a ke pas nëj knatësi najher në atë botë. A i thot, o Zot, pash aty kur nuk mojnë men që këm pas në do një knatësi, kur s'kum një kur far dhëntije, kur far knatësie, i harron dhe më thonë gjithat mirat në qastin e parë, Zoti na rujt që hyn personin xhehenem, Allah na rujt prej xhehenemit, e na baft prej xhenetlive. E njëjta ndodh, po menoj në të kundërtën, mirë po, ndodh me xhenetliun, personi që ka hjek mas shumtin këtë dunja. Mirë po, Allah ka caktu për me qenë është ba prej xhenetlive, e zhyt Allah në xhenet vish një herë, i thot, a ke ndinë ndo një vujtje, ndo një mërzi, ndo një vështirësi, thot, o Allah, pash aty, kur nuk mojnë men që ku ndinë ndo një vujtje. Ndo thonë, qastin e parë, në sekundin e parë që hyn njeri, xhenet i harron gjitha vujtjet. Para më ndoni, veç mi këshyr në Gaza, vujtjet, që i kanë pas edhe i kanë hale sot e kësaj ditje, vazhdimisht vllaznit e motra tona atje, veç që ata mi menu, gjitha ato vujtje, me ju myt familja para syve, me met pa dure, pa kame, kështu me radhë, edhe pa buke, pa siguri, pa ujë. Do më thonë, me gjitha sprovat e kësaj bote, do më thonë, në momentin e parë që të hyn njeri në xhenet i harron gjitha këto sprova. Përse ata, Allahu nuk e ka lanë, nuk i ka dhënë në rëndësi kësaj dunjaje. Edhe na nuk bën me dhënë në rëndësi të madhe. Do të më mundu me ndjek shembullin e Selmanit radhiyallahu anhu, edhe me ditë që nuk ka xhenet pas prova. Allah thot, e hasiben nasu e jutraku e jekulu amanna wa hum la yuftanun, mos me ndu njerëzit me ilan, me thonë na besum edhe mos mu sprovu, s'ka, pa u sprovu, nuk ka. Kjo është veç një pretendim për cilin duhesh me dëshmu që e ki për një me. Selmani radhiyallahu anhu, e la familjen, e la pasurin, e la venin e vetë, pastaj u sprovu vazhdimisht. Vazhdimisht ata e shitën si rob, si sklav, i bon zullum vazhdimisht, mirë po prapë se prapë, asnjëherë si ka shku mendja që me lanë islamin, me lanë të vërtetën. Prej mësimeve tjera që i mësojmë prej këtij tregimit është që nuk bën me thonë unë kështu i kum gjetë baballarët e mi, traditat tona, e kështu me radhë, nuk ka në islam as tradit, as bab, as nan, as gjysh, as babgjysh, nëse ata janë gabim, dohet me i kundërshtu. Selmanit e ka thonë baba i vetë, baballarët e tu janë fe, ma të mirë sa ata, që shkanë thonë edhe arabt, kur thot Allah në Kur'an, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Kur u thuhet atyre, ndiqeni ato që ka zbrit Allah, që ka shpall Allah, ata thonë jo, na po ndjekim ato në cilën i kemi gjetë baballarët e tonë. Edhe të na fatkeqësisht, edhe të fetarët e nin kanë njerë, edhe pse zakonisht të plest,
thonë babe babgjysh, çështu e kanë bë. Ore babe babgjysh, ti pejgamber nuk i ke pas. Duhet me këshyr. A kanë pas mira se kanë pas. Me këshyr, çka po thot Allah, çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e kanë pas mirë, elhamdulillah, shumë mirë, po nëse kanë pas keq, nuk lejohet na me ndjek në gabim. Prej mësimeve tjera që i marrim prej kësaj historie, prej këtij tregimi është që njeriu nuk bën kurrësh me thonë jo që njerëzit e fesë po bojnë keq edhe unë po e la fen. Subhanallah, ai prifti ose peshkopi i parë të cili ka shku ka qëllu prej njerëzve më të këqij. Thotë e ku mu rrejt tepër shumë. Ka shku me shërby, kë e ka lanë çdo gjë, me shku me lyp fen edhe i ka shërby këti, ka qëllu njeri më i keq. Edhe është sprovë, subhanallah, shpesh herë ndodh, në ka ra dhe pe përvojës me pa raste, që i sprovon Allah disa, momentin që janë nisë më falë, i del një sprovë me dikon ose me diçka, që kjo është me këshyr, a e ka imanin sinqerisht, a e ka tamam. Edhe dikush nëse se kom do shta bashmir, ka njerë e uzon Allah për mes asaj, janë nisë me menu, thot po kjo nuk është feja. Njeriu mundet me gabu, mundet me pas musliman të këqij. E ka dhe munafika, është shumë normale, ka pas në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundet me pas edhe ka dhe sot pa pikë dyshimi. Prandaj nuk bën me thonë, jo la që filan hoxha, se hoxha më i madh se çuç ka bani, shpeshherë në ditë sotit janë edhe shpifje se tash këto medjet po e bojnë punën e vet, ato për hajër nuk flasin, në përgjithësi medjet ma shumë, tralla janë, tepër tralla janë në botë medjet që e thojnë vërtetën, munohen veç me lujt me opinionet njerëzve, me mendimet njerëzve kështu me radhë. Do më thonë, Selmani e ka kuptu që, edhe pse i ka qëllu i pari, e ka kuptu që kjo nuk është feja. Mirë po, ai po i kundërshton urdhnat e fesë. Gjithashtu, nuk ka nejt me lon krejt. Ai një mes ka guxu kur tu ka naj gjallë me thonë se është me siguri e friksuar që se thamon së mbesoj nëse tu ka naj gjallë mundet me kundërshtu, mundet me thonë jo ky ma ka bo kështu ose ashtu. Momentin që ka vdek, ka tregu, nuk e ka lon, as nuk e ka dasht, se ka shumë kush që veç pse ka pozit, ajt vëllojnë, unë shon njerëz, ka njerë ka thot, e di që s'është burri mirë heq, po rrin me dikon për shembull që so burri mirë, veç pse ka pozit e kështu, mundohet me afru, ka nej interes ose diçka. Jo, muslimani nuk e ka kështu. Do të thonë, do të me kuptu gjithashtu që ka mundësi, sidomos në kohën tonë më, është kjo shumë më të madhe fatkesisht, ka mundësi që në institucione të larta fetare me pas njerëz të prisht. S'po thonë unë tash, s'po thonë për kur kanë diçka mirë, po në botë në përgjithësi ka njerëz që nuk janë burrat mirë, që dalin në emër të fesë, marrin pozita të larta e kështu me radhë. Për atë arsye, nëse njeriu kur e sheh që është puna çashtu, mirë po jo veç me i marë lajmet prej medjave ashtu, atëherë s'paku largohet nuk i bëhet ndims në të keqe njerëzit këqij. Mirë, prej mësimeve tjera është duhet me kërku shoqëninë e mirë. Selmani i ka lyp njerëz që e ndjekun fenë e vërtet. Vazhdimisht. Në Irak, ani. Tash në janë Sham, prej Shamit në Irak, prej Irakut në Turqi, prej atjet në Medine, ku do qoftë në botë, me njek rrugën e vërtet, me njek shoqëninë e mirë, sepse siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut vet. Për atë arsye duhet me kërku vazhdimisht shoqëninë e mirë,
sepse me kanë të rresht që ashtu bashkë që shtojnë të na. Kjo është një prej mësimeve të mëdha që e marrim prej kësaj historie. Pastaj, prej mësimeve që i marrim është që me vërtetu lajmin, me këshyr mirë. Selmani, koza i ka pas ato, koza, do më thonë, i ka po edhe pse çdo sen gati ja ka qitë që ai është pejgamber. Mirë po ka dashur mu vërtetu njerë mirë. Ai ka gjitha që ato. Është vërtetu edhe kur te e merr vesh, atëherë duhet me ndjek. Mirë po nuk lejohet kurshysh me ndjek diçka pa e vërtetu. Veç pse po ta thot dikush, vërtetoj një. Tash na elhamdulillah, na s'kem dyshime që Islami është feja vërtet. Mirë po, janë disa çështje ka një herë dikush te na elhamdulillah përgjithësi është, vëllai është një mirësi tepër e madhe, një dhunti tepër e madhe që në përgjithësi është besimi është i drejtë. Edhe në përgjithësi hoxhallar tamam tregojnë që çu thot Allah, çu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka vende si Irani ose s'po du tash me përmend, janë disa vende që ka sekte të ndryshme, ka vende me tulifar sekte. Ai sa njerëz ka që thot valla e kumpa një ëndër çështu. Do të thonë ai shehu i tyne edhe çështu Zoti më tregoi në ëndër, pejgamberi më tha kështu, edhe në kundërshtim krejt me fen, çdo sen, edhe prap i besojnë. Thot alkooli halal, kjo halal, kjo që ai cili doj krishter ose jo musliman që të pyet alkooli, mishi, derë, që to krejt i din që janë haram, mirë bo, kë që pretendon që është musliman, ka për tyne plot vende fatkeqësisht, që thojnë, jo, shehu për thot që ashtu, dhe u kry. Mirë. Ka njëherë, subhanallah, Allahu e bën, edhe zakonisht kështu është, ato sprovat, vështirësitë e mëdha, ka njëherë janë khajr. Ai me të vërtet, Selmani ka hik tepër shumë, e kanë marë robe, kanë shite, mirë po e ka qua Allah dhe i qatë venin ku ka me ardhë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Se kjo se ka ditë sigurt, ku me ditë sa i këshëra. E kanë ble, e kanë shite krejt, mirë po, e ka qua Allah që aty, përse ata Allah thët, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Ndodh që ju me urrejt diçka. Mirë po ajo është në të mirën tuaj. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Me të vërtetë është çudi thot çështja e besimtarit, e gjithë puna e tij është khair. Gjithçka do që i ndodh atij është khair. In asabathu darra sabr fa kana khairan lahu. Nëse e godet një keqe, bën sabër, edhe është khair për ta. Nëse e godet një i mirë, falenderon, shakar fa kana khairan lahu. E falenderon Allahun edhe është në të mirën e tij. Prej mësimeve që i marrim është që nuk bën personi me thonë, jo valla, unë jam që peshet çfarë gjendje jam. Punë që ashtu i kam rrethonat që s'muj me ndjek të vërtetën, s'muj kështu, s'muj me fol, s'muj, nuk ka arsye. Ja ka pas Selmani arsye, më thojza po thëm ka pas arsye. Jo, jam sklave, unë s'kom as i lirë s'kon i lirë me bo kur gja vetë. Edhe kur u bo musliman, s'ka mujt me shku ku ka dash, se u kon sklav, u kon si loj artikulli, si me thonë, i që ati pronarit ti. Mirë po, kur nuk ka thonë, valla, qështu e kam gjendjen, qështu i këmë rrethonët, po e kam djek sa ka mujt. Fettekullahi mastata'tum, keni frikë Allahun, sa të keni mundësi e ka ndjek rrugën e vërtet tamam. S'është dorëzu asnjëherë. Prej mësimeve që i marrim nga ky tregim është se muslimani duhet me ndihmu muslimanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sahabëve, a'inu akhakum, ndihmojni vllajt tuaj. Edhe gjithë ata me një herë nuk kanë prit, i kanë ndihmu se cili në bazë të mundësive të veta. Allah thënë në Kur'an, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Ndihmojni njëri tjetrin për
punë të mira edhe për devotshmëri. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu thot men farraja an mu'minin ose an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan men farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Kushdo që ja hjek një vujtje, një gajle, një tkese, një vështirësi muslimanit, një vështirësit kësaj bote, Allah ka me alargu ati vështirësit e botës tjetër. Kjo është një çështje tepër me rëndësi, do të thonë, e kemi obligim me ndihmu. Subhanallah, e kum një prej një shoku tem që merret me jo musliman, kështu u bën davet, ai e pa dhoni statistik, tha 50%, dikun 50% e atyre që bën musliman perëndim, mas një kohë lanë islamin. Se kur bën musliman, gëzohen muslimanët, nashta disa kajnë kështu me radhë, e përqafojnë që aty, mirë po, mas qasoj dite, e lajnë vetë. U kry, u bën musliman, u kryma. Ai nashta e largon, e përjashtojnë familja, e hup punën, e kështu me radhë, ku me ditë sa sprovat i dalin, këja bën Allah të një moftë, për shembull, ose si intereson hisë. Jo, e kemi obligim edhe kemi mu pyet për këta njerëz. Kemi mu pyet kur dalim para Allahut, sa i ke ndihmu. Për që ata nuk bën me thonë, valla, unë se kam obligim, unë e kam obligim gruan, fëmijët, prind, e kështu me radhë, jo, në Islam ka dhe ma gjën. Në mënyrë të përgjithshme, ashtu është, mirë po, kur ka dikush tamam nevojë, është domosdoshmëri e kështu me radhë, e kemi obligim me ndihmu. Po e tregoj edhe një perej, se çush thash, ato mësimet që nxjerrin prej këtij tregimit janë me të vërtetë shumëta, edhe një prej mësimeve që nxjerrin prej këtij tregimit, edhe që është prej kryesoreve, ose kryesorja më me thonë, kryesori, është që Islami është feja e gjithë pejgamberëve. Ata të krishterë që kanë qenë, murxher ose peshkop e prifta që kanë qenë në Islam të vërtet, pasues të vërtet të Isait, Jezusit alayhi salam. Ata e kanë ndjek ato që çdohet, edhe kanë tregu se vjen profeti tjetër, edhe në ditë sodit ka, më kanë ndodhur me një raste me pa është edhe në internet e kështu, mirë po edhe me më tregu shokët e mi kështu frikbile më tregoj njëri për një person që kishte besu tamam Isajin alayhissalam vetëm si profet, e ka adhuru veç Allahun e kështu me radhë, mirë po nuk ka qenë në Islam. Ishte taku se kjo është tregim tjetër, shumë interesant, mirë po në herë tjetër inshallah e tregojmë. Ishte taku me një shok tem rastisht në aeroplan, edhe ai i ka bë davet, edhe elhamdulillah ishte bë musliman. Si do qoftë, ai me të vërtet kishte qenë tamam halen natyrshmëri. E ka besu, ka ende, mirë po të rrallë. Mirë po sot nuk janë të arsjetum, janë kanë të arsjetum para se me ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka më me thonë, valla unë pendjek fene, Musait alayhissalam, ato shariatin, se feja është e njëjtë, mirë po, kushtetuta ndryshon, disa gjëra ndryshojnë, ose Tisait, ose dikujt cili do prej pejgamberëve tjetër. Tash e ki obligim me ndjek fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shariatin e pejgamberit tonë të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qysh smonesh për shembull ditësodit, për shembull me thonë unë po punoj, për shembull në Gjermani me thonë jo unë du me punu me ligjin e Helmut Kohlit, jo me këta tafshit ose diçka që është qesharake, edhe në Islam nuk lejohet, e ka caktu Allah për këtë kohë, ma deri në kiamet, ligjin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe çdo kush e ka obligim që ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë wallahi law kana Musa alaihi salam hayyan, në qoftë se Musa alaihi salam do të kishte qenë gjallë, nuk kish pranuar ndryshe vetëm me pasu mu. Edhe faktikisht edhe Isa alayhis salam që ka mu kthy, kur vjen çka ka më bë, ka mu fal, çysh falen muslimanët.
edhe atëherë jem falë si muslimant, mirë po atëherë kam pas ma ndryshe namazin, ka mundësi e kam pas po zonë 3 namazin ditë ose 2, nuk e dim çysh ka qenë, mirë po janë kam disa gjana ma ndryshe atëherë. Prapë se prapë edhe Isaia a.s. e ka obligim me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk pata me zgjat ka shumë, mirë po u zgjat pak, mirë po inshallah kemi përfitu, se për fund një këshill për veti edhe për ju që mos i jepni përparësi qoftë pozit, qoftë pasuni, qoftë çfarë do interesit kësaj bote, duke nëse dohet me lëshu pe prej parimeve të fesë tënde. Kur mos lësho pe. Dikush e po Selmani radhiyallahu anhu i la çdo sen, i la për shkak të fesë. Nën ditë sodit i sheh plot njerëz për një pozit, për një interes shumë të vogël, i shkel shumë parime të fesë, nashta e lën krejt fen, nashta e lën namazin, Allah na rujt, ose kështu me radhë për kur gjë hiç. Dikush valla jo pe hupi punën, jo kjo, dikush bile jo se mos në të ardhmen mos po kam ndaj problem, por më do edhe ato problemet që se ekzistojnë. Dhe kjo dëshmon që imanin e kanë tepër dopt ose s'kan hiç iman, Allah na rujt. Muslimani dohet me pas në vend të parë, në rend të parë islamin. Çka do që të bëhet në islam nuk lëshoj pe. Allah na rujt edhe na mundsoft vazhdimisht me na forcoft në këtë fe, edhe duhet me kujtu vazhdimisht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo duaja më shpesh te pejgamberit ka qenë Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o ti që i ndryshon zemrat, i rrotullon zemrat, forcoma zemrën time në fen tënde. Kjo pra ke këshilla jem e fundit për në këtë ligjërat për veti dhe për ju, që feja le të jetë vazhdimisht në vend të parë, në rend të parë, edhe mos lëshoni pen në çështje të fesë për asnjë interes kësaj bote. Allah na mundsoft që me vdek si musliman, edhe Allah na bashkoft në xhennetin e tij. Allah i shpërbleft për dëgjimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.